Mos më thoni që këtë tavë nuk e adhurojnë shqiptarët. Është tava gjithon kryesore, gatimi kryesor që shqiptarët do të adhuronin edhe çdo ditë. Atëre këtu po përgatisi mishin e pulës në tepsi për ta vendosur në furrë që do bëjmë makarona me mish. Mishin e kam pastruar, e kam përcëlluar, këto ishin trashkofshin, nuk ishte pulë. Këtu po i shtoj pak ujë, se mua nuk më pëlqen që mishi kur kërcet në furrë dhe e bën atë furrin mos i dreqim. Gjithmonë i shtoj pak ujë mishit, në çdo lloj mishi që skuq në furrë. Pastaj nëse do ta mbuloj me letër alumini, jo. Këtu i kam shtuar vaj në uri dhe kripën. Atëre dashur të lumshin duart, o zot na dhe një ide për darkë. Zemër, unë po t'jap dhe një ide tjetër që është më thjesht akoma, që unë e kam bërë mbrëmë në darkë. Makarona me mish pule, ja këtu po kam shtuar makaronat në digan, po jeth vaj në uri që do t'jap pak fare skuqje dhe jo shumë, se mua nuk më pëlqejnë makaronat kur digjen. Edhe ja këtu po i trazoj. Unë të falenderoj shumë për këtë mesazh të bukur, edhe do të doja shumë për të gjithë ata që më pëlqejnë dhe nuk më ndjekin akoma, e shtypni atë gishtin atje dhe më bëni follow. Mishi ishte gati, siç e shikoni, unë shtova makaronat në tepsi, tu po i shtoj ujin e nxehtë, i kam hedhur ujë derisa i kam mbuluar, pastaj i kam vendosur në furrë, edhe tava ishte super. Fëmijët e mi u kënaqën, ja, siç e shikoni.